Lakra perfekte për kurimin e këtyre tre sëmundjeve, vetëm se duhet ta hani në këtë mënyrë. Shpesh e anashkaloni në dietën e përditshme. Lakra jeshile është një ushqim i jashtëzakonshëm ushqyes që mund të ofrojë shumë përfitime për shëndetin dhe trupin tonë. Edhe pse duket se mund të sjellë përfitime të ndryshme, jo të gjithë i dimë vlerat e saj. Falë profilit të tyre ushqyes të lartë dhe shkathtësisë në kuzhinë, është një shtesh e rëndësishme dhe e shijshme në dietën tuaj të ekuilibruar. Sipas Bright Side, në këtë video do të sjellim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i lakrave. Ato kanë një profil të shkëlqyer ushqyes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Edhe pse lakra ka pak kalori, ajo ka vlera ushqyese mbreslënse. Është një burim shumë i mirë i fibrave të cilat nxisin tretjen dhe kontribojnë edhe në ndjenjën e ngopjes. Është gjithashtu e pasur me vitamina kryesisht, vitaminën C, vitaminën K dhe vitaminën A. Gjithashtu ajo përmban edhe minerale të tilla si kalciumi, kaliumi dhe minerale ushqyese. Lakra përmban vitaminën B6 dhe folatin, thelbësore për shumë funksione të rëndësishme të trupit siç është metabolizimi i energjisë dhe funksioni i duhur i sistemit nervor. Prania e antioksidantëve siç janë flavonoidët dhe komponentët fenolik e bëjnë atë një zgjedhje ideale për ata që duan të ndjekin një dietë të shëndetshme. Lakra ndihmon gjithashtu edhe në kontrollin e inflamacionit. Lakra është e pasur me ushqyes me veti të mira antiinflamatore që ndihmojnë në uljen e inflamacioneve në trup. Antioksidantët që përmban lakra, siç janë flavonoidët dhe komponentët fenolik, mbrojnë qelizat nga dëmtimi i radikaleve të lira duke zvogëluar kështu edhe inflamacionin. Përveç kësaj është një burim i rëndësishëm i vitaminës K, e cila luan një rol në rregullimin e inflamacioneve. Një dietë e pasur me perime me gjithë jeshile siç është lakra është e lidhur me nivele të ulta shënuese inflamatore në gjak, duke zvogëluar kështu rrezikun e sëmundjeve kronike, siç janë ato të diabetit dhe të zemrës. Lakra është gjithashtu një produkt shumë i mirë ushqyes edhe në përmirësimin e rolit të tretjes. Falë përmbajtjes së lartë të fibrave, lakrat janë një aleat i shkëlqyer në shëndetin e zorëve. Fibrat e patreqme që përmban ndihmojnë në ruajtjen e një sistemi të shëndetshëm të tretjes, duke shtuar edhe vëllimin në jashtëqitje dhe duke nxitur lëvizjet më të rregullta të zorëve. Përveç kësaj, ajo përmban edhe enzimat tretse që lehtësojnë zbërthimin e lëndëve ushqyese, që përmirësojnë gjithashtu edhe tretjen e ushqimeve tuaja. Lakra ndihmon edhe në luftën kundër kolesterolit duke ulur atë ndjeshëm. Lakra përmban shumë fibra të tretshme siç janë pektinat, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq në gjak. Fibra lidhet me kolesterolin në sistemin tretës duke parandaluar thithjen e tij dhe duke nxitur edhe eliminimin e tij në feqe. Përveç kësaj, lakra ka pak yndyrë të ngopur që është e pasur me fitonutrient dhe antioksidant, të cilët do të përmirësojnë profilin e përgjithshëm të lipideve. Lakra është një produkt fantastik e i dobishëm edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Duke ulur kështu kolesterolin LDL të grumbulluar në pllakën arteriale, lakra është një aleate e mirë e shëndetit tuaj të zemrës. Përveç kësaj është e pasur me kalium, i cili ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut, duke zvogëluar kështu rrezikun e hipertensionit dhe sëmundjeve në zemër. Së fundmi, antioksidantët, vitamina C dhe flavonoidët që gjenden te lakra zvogëlojnë dëmet e qelizave oksidative, duke ndihmuar kështu edhe në ruajtjen e sistemit kardiovaskular të shëndetshëm, duke zvogëluar rrezikun e sulmeve në zemër, gjithashtu edhe goditjeve në tru. Lakra është ideale për një dietë të shëndetshme. Shumëllojshmëria e saj e bën të lehtë në përthithjen e shumë recetave, duke shtuar shije dhe vëllim në paketat kryesore dhe ato anësore pa e rënduar dietën tuaj ushqyese. Është një perime ideale për një dietë të shëndetshme pasi përbëhet kryesisht edhe nga uji. Gjithashtu ajo rrit hidratimin e trupit dhe është e pasur me vitamina dhe minerale të nevojshme. Përveç kësaj, fibrat që gjenden te lakra nxisin ngopjen dhe funksionojnë në rregull edhe për shëndetin e zorëve, duke ndihmuar kështu në kolesterolin, në kontrollin e oreksit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve tretse.
Ekspertët e cilësojnë lakrën ideale për të ushtuar vazhdimisht në dietën tuaj të rregullt, kështu vlerat dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të larmishme. Lakra është një burim shumë i mirë i fibrave. Nëse keni nevojë për më shumë fibër në dietën tuaj, atëherë një mënyrë e mirë për ta marrë atë është edhe konsumi i lakrave, pasi do t'japin rezultate fantastike në dietën tuaj. Konsumi i lakrave në mënyrë të rregullt për dietën tuaj do të ofrojë fibra ideale për sistemin tuaj. Lakra do të ofrojë gjithashtu edhe vitaminën K. Lakrat janë veçanërisht të pasura me vitaminën K, e cila është e nevojshme për të mbajtur kockat shëndetplot dhe për të parandaluar gjithashtu edhe kalcifikimin e trupit. Lakra ndihmon edhe në detoksifikim. Vlerat shëndetësore të lakrës përfshin edhe aftësinë e saj për të ndihmuar në detoksifikimin e organizmit. Lakrat përmbajnë substanca të cilat ndihmojnë edhe në procesin e detoksifikimit. Lakra ka sasi të lartë të antioksidantëve me fuqi të lartë, siç është luteina, zeakanthina e të tjera të cilat stimulojnë edhe enzimat detoksifikuese. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur përfitimet edhe për të mbajtur larg kështu edhe komplikacionet. Duke ditur lëndët ushqyese që ka dhe një burim të lartë të fibrave, lakra do të cilësohet nga ekspertët si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në këtë aspekt. Konsumi i lakrës në mënyrën e rregullt do të ofrojë gjithashtu vlera të larta ushqyese. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të mira për shëndetin. E pasur me pak kalori, lakra e kuqe gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë nëse nuk e preferoni lakrën e bardhë. Ajo është mbreslënse edhe për shkak të lëndëve ushqyese që ofron për shëndetin dhe organizmin në tërësi. Një filxhan me lakër të kuqe të coptëzuar të papërpunuar përmban këto lëndë ushqyese: 28 kalori, 1 gram protein, 7 gram karbohidrate, 2 gram fiber, vitaminë C, K, B6, A, kalium, tiamin, riboflavinë e të tjera. Lakra gjithashtu është një burim shumë i mirë i antioksidantëve të rëndësishëm për trupin. Lakra e kuqe është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve, që përmirësojnë tretjen e dobishme dhe ndihmojnë në mbrojtjen kundër dëmtimit të qelizave. Antioksidantët e saj përfshin vitaminën C, karbohidratet antioksidantet e të tjera. Ullumtimet tregojnë se elementët ushqyes që gjenden te lakra do të bëjnë ndryshim të rësor edhe në përmirësimin e antioksidantëve të trupit dhe do të mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Lakra është një burim shumë i mirë edhe në luftën kundër inflamacioneve në shëndet. Lakra e kuqe mund të ndihmojë edhe në luftimin e inflamacioneve të cilët besohet se kontribuojnë edhe në krijimin e komplikacioneve të rënda. Lakrat kanë efekte pozitive edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Lakra e kuqe gjithashtu mund të jetë e dobishme për shëndetin tuaj të zemrës, duke ndihmuar kështu në parandalimin e komplikacioneve të saj. Antioksidantët flavonoid japin asaj edhe ngjyrën e saj karakteristike. Marrja e lartë e antioksidantëve mund të shoqërohet gjithashtu me presion të ulët të gjakut dhe një rrezik më të ulët të zhvillimit që mund të dëmtojnë zemrën. Lakra është cilësore edhe për shëndetin tuaj të kockave. Lakra e kuqe përmban disa lëndë të mira ushqyese të cilat janë të mira për shëndetin e kockave, duke përfshirë vitaminën C, vitaminën K, si dhe një sasi të vogël të kalciumit të cilat janë shumë të mira për kocka, duke përfshirë këtu edhe elementet të cilët mund të përmirësojnë densitetin e tyre. Lakra e kuqe është e pasur me vitaminën K1, duke ofruar për më shumë të njëjtën vlerë ditore. Gjithashtu ajo mund të cilësohet nga ekspertët si zgjedhja juaj më e mirë që mund të bëni për një dietë të shëndetshme. Kështu ndikimi parasor që do të keni prej saj në shëndet do të bëjë gjithashtu edhe rritjen e përfitimeve të trupit. Nëse doni të mbani larg komplikacionet, atëherë lakra duhet të jetë pjesa juaj më e mirë që duhet të shtoni në dietën tuaj. Lakrat, kryesisht në formën e tyre të papërpunuar, mund të nxisin një rritje të shëndetit dhe të mbajnë larg gjithashtu edhe inflamacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos u zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.